për të bërë drejtësi, le të themi, do duhen hetuar dhe vetë koncesionet që janë dhënë oligarkëve. Përmendë për shembull rrugën Thuman Kashar, nuk e di nëse të ka rënë rast të kalosh aty. Mua shkova me Emiliano, u detyruam shkuam i ram nga autostrada dhe i jepja vetë makinës dhe tabela thot me 130 km/h, po sikur të ecësh me 130, nëpër këto fugat kur janë këto urat, të thyen amortizatorët. Pra nga pikpamja teknike e ndërtimit është jashtëdo standardi. Nuk mund të ecësh me 130 të shkatrohet makina me pak fjalë. Megjithatë, gjithsesi, edhe aty traush 2 euro mos gabohet diçka e tillë, 2.5 euro. 2.5 mos gabohet. Kështu që duhet për të folur për drejtësi, do duhet që hetimi të shkojë thellë, të bëj përgjegjës jo vetëm politikanët si thua, por edhe oligarkët që kanë përfituar nga gjitha këto projekte koncesione PPP-ra dhe të anulohen në mënyrë që mos e vuajmë ne për 100 vjeçarin e ardhshëm një dëm që është bërë për shkak të një korrupsioni për cilin ndoshta do vuajnë Burg dhe Belinda Balluku, shpresojmë edhe Edi Rama, por në fund ditës si do t'i kthehet pas kjo shoqërisë si temi.